Në ato fshatra ku infrastruktura rrugore, ujë i pishëm dhe ujë vaditës nuk janë problem mbetet mungesa banorëve. Në fshatin Grashdanto Maqellarës thuhet se të gjithë të rinjt janë larguar nga fshati. Kjo është dhe dhimbja më e madhe për banorët që kanë mbetur ende aty. Ramazan Çollaku thotë se nga njëra anë është dhe dhimbje për mungesën e fëmijëve, por nga ana tjetër, nëse nuk janë në emigracion, atëherë nuk mund të përballojnë jetesën. Ujë kimi, drita po, ujë për vadite, ujë për të pishëm, 24 orë kimi. Po, burim bazë është emigracioni, unë për vete kam 3 djemë, të 3 kam në emigracion. Jo, nuk përballohet. E kam grua 25 vjetë, është me diabet me 122.000 lekë pension. Pensioni im e në jasajnë e mosjen fëmit nuk përballohet me ilaçet. Vetëm ilaçet nuk u dalin dhimbë. Me pensionet që marim ne, veç me ilaçe mirë ai që nuk ka burim tjetër kundi, vdes. Po që emigrimin kemi mbaru. Me pensionet që kemi ne është faqë e zezë. 73 vjeçari Ramazan Çollaku thotë se pensioni që merr ai këtu është jashtëzakonisht i ulët dhe sikur e ka treguar vlerën e këtij pensioni në Itali, kur ka edhe fëmijët e tij, administrata e huaj është çuditur. Kur unë shkoj dimnit nëse kam një djalë kam në Itali që 25 vjetë është me gjithë fëmijë është atje është. Kur pishin se pensioni $100, 100 euro, 120 euro, apo 200 euro, apo 300, turpi Allahit. Turpi Allahit. Politikanë tonë mendojnë vetë për vete. Si të majtë edhe djathtë. Unë nuk du të di se unë s'kon firmos as me Sali Berishën, as me Edi Ramën. Nuk du të di fare se kush është në pushtet. Nuk du të di fare se kush është në pushtet. Di këtë, jam ndjekës i politikës, për interesat e tyne, i bashkojnë. Se kur rreth puna të djathtët ka 2-3 vjetë, i difishon ato me të majtët të rëgat në parlament. Veç për vete. Nga ana tjetër, Çollaku thotë se pensionistët e fshatit janë më të diskriminuarit pasi marrin më minimumin e mundshëm, ndaj sipas tij fshatrat po braktisen jo vetëm nga të rinjt, por edhe pensionistët. Bëjnë ngritje pensioni, po pse i ngren ato që jenë mbi 600.000, 800.000 thuja apo 1 milion? Ngreja fshatit. Kanë derë djesë 20 e sa vjetë me sistemin që shkoj. Me një fjalë nuk kanë mendu për popull. Politika ka shkatru vendin tonë. Politika ka shkatru vendin tonë, politikant. Me statistikë, edhe ato që kanë ikë në kohën e monizmit, 299 shpej ka qenë. Tani kanë ngel apo s'kanë ngel 80, po në këtë lagje këtu, vesh fëmijët e 2 djemve mi që shkojnë. Edhe një që këtu tjetër mbrapa, këtu tjetër nalti jenë kretë qifte. Vesh 30 vjetër qifte burra. Arsia dihet. Ekonomia.